Ky është qumshti Majkall. Dhe kjo qumsht, me këtë lopën këtu, vazhdon edhe sot në tregjet e Kosovës. Kjo është qumshti. Që bëhet fjalë për qumshtin Majkall 3.2. Ata që thonin barista, nuk është barista, është qumsht me lopë. Ky është qumshti Majkall. Pritet për këtë qumsht. Kjo është mostra e parë. Ja ku është e lidhur me mostrën mas laboratorit. Keni nevojë mi pa. Do ishte ferë dhe subjektit të paraqes këtë analizë, apo jo? Çdo subjekt serioz i paraqet të gjitha, siç e kërkon ligji. Edhe AUV komunikon të gjitha gjetjet që kërkon ligji. Dhe si që shini pikërisht kjo mostër, çka thot kjo mostër? 2930 qumsht, profiliacit e mbydhërore tregon praninë e vajit të palmës në qumsht, pa u deklaruar. Kjo është qumshti i cili është marketet tona. Shkoni në çdo market Kosovës. Dhe kjo qumsht, me këtë lopën këtu, vazhdon edhe sot në tregjet e Kosovës. Në çdo supermarket, po thuj se e keni duke u shit, duke u plasur si qumsht. Atëherë, i kërkoj edhe njëherë, Inspektoratit Tregut, por është interesant që ta kupton një detaj. Ky është fareki për shembull në një market të Prishtinës. Nëse shikoni prodhën, është e fshehur subjekti, po ju numri 014. Kush është KS014? KS014, siç e shihni, është subjekti Abrazen, bazë të AUV-it, bazë vendimit. Andaj, Inspektorati i Tregut, qytetërisht është dashur me vlerësu këto gjëra, është dashur me pa këto në kërkesa bazë, emri produsit dhe numri dhe qumshti. Dhe nëse atyre ju kanë dashur detaje, ja ku i keni. I keni sot. Tërheqni nga Tregu. 2. Pastaj jo mund të thonë kështu. Detajet e certifikatave Majkall 3.2, subjekti, ja ku e keni Abrazen, edhe i njëjti qumsht, jo vetëm në tregjet tona, po është eksportuar si qumsht edhe në vendet e tjera. Pyetja që kam shtruar AUV-it, po si kam mundësi tash një produkt primor, Republika e Kosovës me marrë përgjegjësi që është qumsht, sepse kjo e rëndon bukur shumë reputacionin e Republikës Kosovës dhe vendos pasojat të gjithë sektori bylmet. Në rast se ne bëjmë këto veprimesh, ose i mashtrojmë edhe të brendshmit, po edhe konsumatorët e jashtëm, nuk është rregull. Dhe i kam kërku këtu në vendim rishikim të saj. Ky produkt krahas që shit në Kosovë, siç e shihni, është eksportuar edhe në vendet e tjera, në Maqedoni edhe në Shqipëri. Kosovë, Maqedoni dhe Shqipëri. Pastaj mostra tjetër 2931, cila ishte ajo? Edhe një herë, bazë raportit AUV-it, mostra 2931, Abrazen, qumshtoria Vika, prapë është qumshti Majkall, prapë është ky qumshti Majkall. Edhe një herë, në mostrën e dytë, lidhet për, ja ku e keni, 2931, lidhet për produktin e njëjtë. Ja ku është 2931, profili acitëve mbydhërore tregon praninë e vajit të palmës pa u deklaruar. A shkojmë tek tjetra. Mostra tjetër 2937. 2937 që ishte po ashtu mostër tjetër e qumshtit, që tha ka vaj palme pa u deklaruar. Dhe bëhet fjalë për qumshtin Lan. Ky produkt është regjistruar në datën 3/7/2026, një ditë pas inspeksionit që ka ndodhur qumshtorën Vita, qumshti Lan,
është vlerësuar dhe flitet për Land Qumshtin e Abrazenit, dhe si që shini këtu, është ky qumshti i famshëm, edhe është ky, qytetarë të nderuar të Kosovës, ky është qumshti. A përshini edhe ky ka një lopë, do tome, nuk është barista, është qumsht, që fëmija, familje tona e blenë për t'ja dhonë fëmijëve tonë. Tash, ja ku është tynon të shtatëshin, ku është kjo analizë? Profili asit e mbyrën të regon pranin e nevojë të palmës, pa u deklaruar. Ja ku e kene dhe në regjistrat tonë, si që shini, kjo qumsht është i prodhuar nga Abrazen Rudina, Republika e Kosovës. Edhe një, i prodhuar për Kiper Market nga Abrazen Rudina, Republika e Kosovës.